Referuar gazetës Insideri, organi shërtues i prokurorimit ka vendosur të anulojë aktivitetin e prokurorimit të komunës së Gjakovës për furnizim me lule dhe kurora, me vlerë të parashikuar prej 30.000 eurosh, pasi ka konstatuar se nuk kishte oferta të përgjithshme. Tenderi fillimisht ishte edhe një biznesi që merret me bletari, përkundërse në dosjen e tenderit ishte kërkuar që operatori ekonomik të dëshmonte se gjatë 3 viteve të fundit kishte realizuar me sukses kontrata të natyrës së ngjashme. Sipas panelit shqyrtues të OSHP-s, furnizimet e paraqitura nga kompania fituese nuk mund të konsiderohen të ngjashme me atë se çka kërkohej në tender. Kujtojmë se me 12 qershor 2026, komuna kishte publikuar njoftimin për dhënie të kontratës, ku për kontratë ishte rekomanduar bletaria e Gzoni, ndërsa një kompani kishte kërkuar rishqyrtimin e vendimit, por komuna e Gjakovës e kishte refuzuar kërkesën me 18 qershor. Në ankesën e saj, kompania kishte pretenduar se komuna nuk kishte bërë verifikimin e plotë të përmbushjes së kritereve nga operatori i rekomanduar për kontratë. Sipas ankuesit, nuk kishte sqaruar nëse ishte verifikuar aktiviteti ekonomik i kompanisë dhe as nuk ishin administruar provat që dëshmonin se operatori kishte kapacitet profesional për furnizimin me lule dhe kurora. Ndërkohë, televizioni Syri ka adresuar sot 2 pyetje në zyrën e informimit në Gjakovë, në lidhje me ecurinë e këtij tenderi, por deri në transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë një përgjigje zyrtare.